Armando Broja mbetet ende emri më i madh i kombëtares shqiptare, qoftë edhe me prezencën e tij. Aktualisht ky sulmues është pjesë e Evertonit në huazim, por kartoni i tij zotërohet ende nga Chelsea. Në mediat britanike është raportuar se për Brojën ka interesime nga shumë klube edhe jashtë Premier League, nga Gjermania, Italia, Spanja dhe Franca. Madje sipas tyre, Chelsea nuk do të ulë asgjë nga çmimi i Brojës, edhe pse ai është shumë larg golit dhe nuk e ka shënuar ende një gol të Evertoni, apo në huazimin e kaluar të Fulami. Kjo pasi sipas mediave britanike, Chelsea ka vënë re se pavarësisht formës së të mirë të Brojës të ardhur nga dëmtimet dhe faktit se ka nisur gjithmonë nga stoli, Europa po vuan për sulmues të midfield, dhe duke parë cilësitë e shqiptarit, shumë klube besojnë ende te transformimi i tij. Në ndeshjet e fundit me kombëtaren, sidomos atë ndaj Andorrës, Broja nxori 2 gola të shpejt që vendosën historinë e takimit, në rastin e parë duke marrë fallin e golit dhe në të dytin duke nxjerrë Imanajn me portën e boshatisur. Tifozët shqiptar janë emocionuar shumë nga kjo dyshe dhe besojnë se tani Shqipëria e ka gjetur një armë shtesë, pra një alternativë ndryshe. Bashkëpunimi Broja-Manaj mund ta dërgojë Shqipërinë në botëror. Problemi qëndron në faktin se Broja nisi ndeshjen në vendin e Yasir Hasanit, pra ishte në krah, por ne ishim duke luajtur vetëm kundër Andorrës. A mund të luajë Broja në krah edhe në ndeshje të nivelit të lartë? Sipas trajnerit të Evertonit, David Moyes, i cili është pyetur nga gazetarët britanik në lidhje me këtë temë, nëse Broja mund të luajë në krah të Evertoni, kjo sipas tij nuk mund të ndodhë. Nuk e kam parë ndonjëherë Brojen se sulmues krahu. Nuk e kam parë as te Chelsea dhe as te Southamptoni. Në mendimin tim dhe si shikoj unë futbollin, Broja është qendër sulmues dhe kështu unë e shoh atë. Në fakt, konstatimi i Moyesit është i drejtë, pasi Broja në krah për te ndeshjeve të fundit me kombëtaren qëndron më larg portës dhe njëkohësisht do i duhet të bënë më shumë detyra mbrojtëse që nuk e ka në natyrë dhe kjo do ta sfondonte të rësisë sulmuesin. Për këtë arsye, zgjidhja e vetme është aktivizimi i tij si qendër sulmues. Tani mbetet të shihet nëse Silvinho do të guxojë me skemën 3-5-2 për të mbajtur në majën e sulmit Imanajn dhe Armando Brojën, ose në të kundërt do të prishte harmoninë dhe kërcënimin që i bën kundërshtarëve këta dy sulmues. Kjo pasi në 2 rastet që Broja ka shënuar me shumë gola në klube, të Southamptoni dhe të Viteshe, këto ekipe kanë qenë në skemën me 2 sulmues, ndërsa kur Broja ka luajtur si sulmues i vetëm, ai nuk ka arritur dot që të bëjë diferencën, pasi ka mullim konstant nga qendërmbrojtësit, ndryshe nga hapësirat që i japen në skemën me 2 sulmues.